Izraeli, pavarësisht nga sipërfaqja relativisht e vogël, ushtron ndikim të rëndësishëm në skenën globale kryesisht për shkak të inovacionit teknologjik, fuqisë ushtarake dhe rëndësisë politike. Në sektor si farmaceutika dhe bujqësia konsiderohet lider për rajonin dhe të ardhurat për frym janë të larta. Ushtria izraelite është shumë e aftë dhe teknologjikisht e avancuar, me një forcë mbrojtëse të spikatur dhe një arsenal bërthamor të pakonfirmuar zyrtarisht. Ndikimi politik dhe kryesisht i përqendruar në lindjen e mesme, ku vendi luan një rol të rëndësishëm, megjithse veprimet e Izraelit shpesh janë objekt debatesh ndërkombëtare. Arma më e fortë e influencës së vendit është prania dhe ndikimi i lobeve izraelite në shumë shtete të botës. Arabia Saudite mban një pozicion unik në skenën globale, kryesisht për shkak të rezervave të saj të mëdha të hidrokarbureve, të cilat përkthehen në ndikim të rëndësishëm ekonomik dhe politik. Ajo është një nga prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhenj të naftës në botë, dhe vendi pozicionon në mënyrë aktive për të diversifikuar ekonominë përmes nismave si Vizioni 2030, e cila synon zhvillimin urban, turizmin dhe të tjerë sektor. Arabia Saudite ka një ushtri moderne dhe të pajisur mirë, me blerje të konsiderueshme të armatimit avancuar nga vendet perëndimore. Siguria rajonale dhe e botës arabe në tërësi përtej dinamikave të shumta të lidhura në kontekstin historik është solide fal ndikimit të Arabisë Saudite. Lidhjet e saj me Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore janë shumë të ngushta dhe influenca kulturore e Arabisë Saudite është e lidhur kryesisht në rolin e saj si vendlindja e Islamit dhe vendodhjen e Mekës dhe Medinës.